Bravo. General, ti sigurisht ke nejtë me Hashimin Hog, presidentin, me Regjin, me gjitha tjetë, dhe më thonë, po e ki një moment një rast kër e ka zënë që doktorit, dhe më thonë, s'ka orë i ka dhimë të dhomi të Salit, Sali Mustafës edhe nuk ka orë dhe të na mëndej Hashim thot që jo është nërvëzu shumë edhe, që kini posh kushtet fakt atje? Mos të harrojmë, Hashim thot që nuk është president Pahiri, as kryeministër së kom Pahiri, as Pahiri, kryeministër, as drejtari drejtërisë politike, nuk e kanë burgos as Pahiri, Hashim thot që jo luftar, Hashim thot që ka ditë në udhëheq luftë, Hashim thot që ka shpirt luftaraku dhe normal që ku të nevoja të regon sa herë donë për kundar njerëzve që mendojnë avdin tash për të. Ç'ishte situata se shkon moment shumë interesant. Hashim thot që është personi që dënuar 20 vjet për serbëve. Që ty më thonë s'ki qef atë për punë televizion. Po unë kam qef. Po, jo urdhë shlirë zë. Po tash vetëm më thonë shlirë po vesh ne, apo se shpirti vjen çashtu. Po e di ai ti si ke vetë ata nuk e po. Jo, bra, s'kam pra. E kushtet shikini posni me. Shiqo. Ju kanë trajtuar po gjë keq. Shiqo, termi i burgosun, vetëm i burgosin nëse në shtëpi tonë të lëshojnë është burg. Unë edhe këtë pjesën që na kanë lëshu, burg llogaritet. Vetëm se na kanë bërë modifikim, se burg është ku kufizohet liria. Po. Dhe shqiptarëve, edhe kujt do t'i kufizohet liria u burg. E vërtet. Pastaj pjesa tjetër është si ta menaxhojsh vetë dhe si i ki rrethonat e tjera sa të reagosh. Ai burg, si kusht, ushqimi ka qenë i keq në kuptimin që nuk ka hunger. Agon për ne u i pangshëm, por nuk ka problemi bukës të la. Ka problemi presionit psiqik dhe ndjenjes se i e marrë pa të drejtë dhe i burgosin politik në shekull 21. Po do është aron. Unë mendoj që maron është për Evropën dhe për drejtësinë e ardhshme ku njëherë ka më kthy Evropa me gjykatë dhe kanë këto më kry. Unë mendoj se kjo është fëmia më e madhe që u ka bërë Evropë dhe vetë drejtësisë Evropës. Bravo, e vërtet është. Se ka ndodhur shumë thashë thonë me këtë në Kosovë, domethënë që Kinsere Gjepselimi sporri bashkë atje me Hashim, na kanë nejtë bashkë krejt. A kanë full? Thashë themet i bojnë është i thonje e vjetër, po s'du me fy femna tona, se ato e nona tona, dhe unë nëse thëmë gratë janë nona tona dhe në pjesa ma sublime dhe ma vitale e kombit, po me thashë theme me njërës që s'kanë vlerat veta, dhe dojnë më marrë me vlerat e të tjerve, duke më ndu që po hinë në jetën e tyne. Recep Selimi, po thëmë, i herë për dëshirën aty, që më kom që më konë ma shumë, që fatkesisht nuk janë, se këj popull halasë o pjek, që me ditë lirin dhe vlerat e tyre, se po të ishte i pjeku, na ishim shliru që i qenë vjetë si popull tjerë. Dhe do të me pranu këtë farë. Po në në që këj popull ta shumë ma i pjeku, dhe për të mirën që kanë qenë me një, po ka dhejtë se ata janë shokë, ma shokë që janë konë luftë. Regja me Hashimin. Regja me Hashimin, me Jakupin, me Kadrin, me gjithë neve. Por, këta që s'kanë qenë mi po bashkë, po ju të regoj se bashkë për i nati ty një janë bashkë. E si ka zëmë momenti se për publikun është interesant me përsëri, se e ke thona për media tjerë, nëse s'ka pojtë e gazetori njur, Miku Emi edhe i emisionit Arsem Blauni që me Salin që atë muhabetin me presidentin. Po. Ban mirë me kalëzohë dhe nërë, general. S'ka lidhe sa në të mira me përsërit. Me gjithë si në intervjist mund është dhe më përsërit, këngëtarët e ditë më mirë. Kur të është interesant edhe në interes publik të ju. Sali ishte shumë smut, ishte veken në fakt. Ishte shumë smut edhe dhim të adhomit dihet sa është. Aqë fort ka pas dhim, sa beso u dovke mu shtërngu dhe me ra me shtërngu vetën. Thërëm 2-3 mjeku, një manun një ditë, hëtë për vjen 2 ditë, në 3 ditë, i pare e ka njës presidenti, tjertë na i kemi shku mrapa, Kadria, Regja, por ku ka ardhë mjeku më vonë, i tha, ti për mu si e mjek. Erdhen me vaksinu dhe në zunë protest, tha ju për mu si e mjek, tha hish si e mjek hish, sepse keni liu djallin shtu që ata u shqetsun buku shumë. Edhe unë menoj që ju ka të regu dhenin, ta mon që zhët më ndu, se na pëse në burgosën, nuk do të thotë që jenë në nështrunë. E pse tjetë përveç të jetë, dhe më thonë në hauk, ti ke qenë ma i guzesh, me thujnë që veç Nasim Haradinaj i ka full, tjerë s'po guzojnë me full, tjerë kanë zjedhë më mbrojnë liri, pse? Pse që kjo pëndodhë? Unë jam, njështë të kanë kështë kuptu. Unë një farë mënyra pa ta morat detyrën ati Borizonit, po forcen ata ma kanë dhonë, shtu që me aprovimin e ty në jam. Bravo. E ata pse s'kanë full, general? Unë mëndoj ku ta qitesh një zadhanë që nuk ka nevoj ata me full. Ku folon edhe, ku folon kanë full ata. Nëse dikuj dënë me rrotullu këtë punë, janë të mashtrunë.
Edhe detyrën e ka pas Zallan si organizatë veteranëve. E vërtet. Kështu që ku ta jep detyrën në mandatin me kryer, më që i kom përfaqësuar ata, unë ju kërkoj falje nëse s'kom mujt sa kanë pas shef ata. E vërtet. Po general, ke thonë që në për intervista që domethënë ka pas shqiptarë që kanë deklaruar kundra teje. Domethënë dëshmia e por. Fakt shqiptar kundra me. Po një gazetar po. Mu konkretisht po, një gazetar i mashtruar. Se Po deklaratën që ma vënë dole edhe babaj i ti që... Po, jo, këtu të mësiroj. Ka qenë një gazetar i mashtruar prej pronarit vet, prej varësit vet, prej drejtorit vet, prej zëqeria Shabanit, që po ka qenë Halil Krasniqi, i kesh përdorur, po ma vonë e ndryshoj deklaratën e përgëzoj për ndryshimin, mirë po ka qenë ai që ma vonë pastaj dulun. Zëqeria Shabani ka qenë ai cili ka komuniku drejt për drejt me Hagen a ditë ku i kanë marrë komunikatat. Po, çka ka qenë Zëqeria Shabani? Fati i shqiptarëve, se shqiptarëve shumë u kanë imu fati, ma shumë se sa kanë bo punën, fatkesisht, orë që ata shënë përgjeshëm i kalëzu më si qitë që në dokumentat e mi. Se ata kanë thirë, e janë të vërteta, se ata i kanë marrë për me kompromitu mu. E kush ka qenë Zëqeria Shabani? Unë Zëqeria Shabani nuk o djallë jam me ditë kush ka qenë, po edhin ti si o kolegë është një me mjekër djallë gazetar që më ka marrë debate. Po që më vënë babaj ti nëse s'ka bëj ka dollë... Po,